Përmbledhja e ngjarjeve kryesore të ditës në Radio 7. Maqedonia e Veriut nënshkruan marrëveshjen për 2.4 milion euro për projektin për ndërtimin e kalimit të përbashkët e korridor kufitar me Serbinë në Tavanoc. Marrëveshja u firmos nga zëvendës kryeministri e ministri i transportit Aleksandar Nikolovski dhe shefi i zyrës së Bankës Evropiane për Ndërtim dhe Zhvillim Fatih Turkmenoglu. Marrëveshja është pjesë e pakos investuese për 7.6 milion euro për ndërtimin e pikës përbashkët kufitare midis Maqedonisë së Veriut dhe Serbisë. Në këtë mënyrë do të përmirësojmë komunikimin mes dy vendeve sepse do të kemi një one-stop shop edhe në sektorin e korridor. Shpresoj se kjo do të jetë një hyrje në rivendosjen e linjës së rregullt e korridorit midis Shkupit dhe Beogradit, ku duhen përpjekje për të dyja palët. Besojmë se një nga linjat kryesore ekonomike të vendit është korridori 10, i cili fillon në portet e jugut, Pireut, pranë Atinës dhe portit të Selanikut dhe vazhdon në Europën qendrore. Në vende si Hungaria, Austria, Çekia dhe Slovakia, deklaroi zëvendës kryeministri i Republikës së Maqedonisë së Veriut, Aleksandar Nikolovski. Qeveria e Maqedonisë së Veriut njofton shpërndarjen e këstit të parë për 10.4 milion euro të mjeteve të destinuara për përkrajjen e kompanive vendore nga buxheti qendror në bankë zhvillimore. Ministria e Financave, Gordana Dimitrievska Koçoska, njofton se transferimi është realizuar me kërkesë të bankës zhvillimore për tërheqjen e mjeteve dhe pas miratimit të projekteve nga bankat afariste. Me buxhetin e vitit 2025 u planifikuan 250 milion euro mjete për përkrajjen e kompanive vendore, të cilat do të stimulojnë zbatimin e një cikli të rinvestimesh në sektorin privat, i cili do të ndikojë në stimulimin e aktivitetit ekonomik. Ky do të jetë stimuli i fuqishëm për ekonominë vendase dhe për kraje, veçanërisht duke patur parasysh kushtet më pak të favorshme në suaza globale, shkruan ministri e Financave Gordana Dimitrievska Koçoska në rrjetet sociale. Rritja e prodhimit bruto vendor në tremujorin e 4 është treguesi i parë se ekonomia e Republikës Maqedonisë së Veriut po rrimëkëmbët dhe po ecim në drejtimin e duhur, deklaroi kryeministri Istria Mickovski. Ai tha se si qeveria kanë stabilizuar situatën në vend. Ju kujtoj se në tremujorin e tretë ishte 3%, tani është 3.2%. Pres që kjo rritje të vazhdojë dhe në tremujorin e parë të këtij viti. Pres një tjetër lajm të mirë në fund të javës dhe mendoj se strategjia e konsolidimit dhe më pas zhvillimit të saj, ngadalë por me siguri po jep frute, tha Istria Mickovski. I pyetur për investimet e huaja, kryeministri Istria Mickovski u përgjigj se edhe këtë vit do të ketë rritje të investimeve të huaja. Qeveria e Maqedonisë së Veriut merr masat për shtimin e radhëve të ushtrisë. Shpallet konkursi për rekrutimin e 300 ushtarëve profesionistë në ushtrinë e Maqedonisë. Në një deklaratë për mediat, kryeministri Istria Mickovski u bëri thirrje të gjithë të rinjve të interesuar të aplikojnë dhe tha se janë të mirëseardhur nëse dëshirojnë të përfshihen në sistemin e mbrojtjes dhe sigurisë së vendit. Ai tha se do të pranohen të gjithë ata që i plotësojnë kushtet pavarësisht nga përkatësia etnike. U bë thirrje të gjithë qytetarëve, pa dallim etnie, të gjithëve që duan të përfshihen në sistemin e sigurisë, dhe këtu nuk ka përqindje. Kushdo që plotëson kushtet do të pranohet. Të gjithë shprehmisht, të gjithë ata që duan të marrin pjesë në mbrojtjen e atdheut të tyre, tha Istria Mickovski, kryeministri i Maqedonisë së Veriut. Maqedonia e Veriut angazhohet në luftën kundër korrupsionit. Zëvendës kryeministri Arben Fetaj njoftoi se është takuar me përfaqësues të Komisionit Shtetëror për parandalimin e korrupsionit, ku u theksua domosdoshmëria e përshpejtimit të luftës kundër këtij fenomeni dhe forcimin e koordinimit ndërinstitucional në zbatimin e strategjisë shtetërore në këtë fushë. Lufta kundër krimit dhe korrupsionit është top prioriteti i qeverisë dhe ne jemi të vendosur që të rikthejmë besimin e qytetarëve në institucione. Theksova se gjatë qeverisjes së mëparshme ka pasur regres të madh në këtë fushë për shkak të mungesës së vullnetit politik dhe vendimeve të dëmshme, siç ishte ndryshimi i kodit penal, që çoi në amnistimin e organizuar të korrupsionit politik, shkruan zëvendës kryeministri i Maqedonisë së Veriut Arben Fetaj. Shumica e qeverisë në Maqedoninë e Veriut vijon procedurat për shkarkimin e prokurorit Lupço Koçevski. Kërkesa arriti në Këshillin e Prokurorëve Publik. Me këtë fillon afati prej 14 ditësh, me të cilin Këshilli duhet të jap mendim lidhur me propozimin për shkarkimin e Koçevskit. Nëse Këshilli në 2 javët e ardhshme nuk i përgjigjet qeverisë sipas ligjit, afati do të shtyhet edhe për 1 javë. Ndërsa nëse Këshilli ende nuk ka përgjigjet, do të konsiderohet se mendimi për shkarkimin e Koçevskit është negativ. Megjithatë, pavarësisht se Këshilli nuk do të jap mendim pozitiv apo negativ, shkarkimi i Koçevskit do të votohet nga deputetët. Prokurori publik i shtetit shkarkohet nga kuvendi me 61 vota pro. Rajoni. Departamenti Amerikan i Mbrojtjes konfirmon se nuk ka ndryshime të pranisë ushtarake amerikane në Kosovë, por me tensionet e vazhdueshme në Ballkan dhe me ndryshimin e prioriteteve globale, Kosova duhet të përgatitet për çdo skenar, thon ish zyrtar të NATO-s, ndërkohë që ushtarakët amerikanë të KFOR-it kryen patrullime përgjatë vijave në veri të Kosovës. Këto përpjekje janë pjesë e misionit të përditshëm të KFOR-it për të garantuar një midis të sigurt për gjitha komunitetet që jetojnë në Kosovë. Berlini parashet ndryshimin në bisedime ndërmjet Kosovës dhe Serbisë mbi marrjen e drejtimit nga ndërmjetësi i ri dërguar nga Bashkimi Evropian Peter Sorensen.
I ngarkuari i posaçëm i qeverisë gjermane për vendet e Ballkanit Perëndimor, Manuel Sarrazin, thosë se Sorensen me siguri do të vendosë thekse të reja në dialog. Në intervistë për Deutsche Welle, ai tha se Gjermania ka detyrë thelbësore për ta mbështetur ndërmjetësin për zgjidhjet dhe se Sorensen është personi i dur për këtë. Bisedimet e para që kemi zhvilluar na kanë krijuar një përshtypje mjaft të mirë për të si person. Njëkohësisht Sorensen me siguri do të përpiqet që me një punë këmbgulse profesionalisht të arrijë afrimin ndërmjet dy vendeve, tha i ngarkuari i posaçëm i qeverisë gjermane për vendet e Ballkanit Perëndimor Manuel Sarrazin. Bashkimi Evropian shpreh shqetësimin lidhur me zhvillimet në Serbi, si për pengimin e punës së parlamentit, ashtu dhe për ndërhyrjet në punën e organizatave të shoqërisë civile. Zhvillimet e fundit në Serbi të drejtuara nga organizatat të shoqërisë civile janë po ashtu shqetësuese. Shoqëria civile luan një rol jetësor në zhvillimet e demokracisë dhe shoqërisë pluraliste, shtohet në njoftimin e zëdhënëses së Bashkimit Evropian. Në lidhje me incidentin në Parlamentin e Serbisë, Bashkimi Evropian fton të gjitha palët që përmes dialogut t'i adresojnë shqetësimet që kanë. Ne vazhdimisht kemi bërtirje për uljen e tensioneve duke krijuar kushte për një dialog gjithëpërfshirës nga gjithë pjesëmarrësit, përfshir aktorët politikë, institucionet dhe përfaqësuesit të shoqërisë civile për të adresuar reformat e domosdoshme për të ardhmen e Serbisë në Bashkimin Evropian, u tha në reagimin e BE-s lidhur me zhvillimet e fundit në Beograd. Radio 7, zëri pozitiv i qytetit. Kryeministri i Shqipërisë konfirmon mbështetjen për prokurorinë speciale. Në komunikimin e tij të përditshëm në rrjetin social, Edi Rama kujtoi se publikisht ka shprehur solidaritetin edhe për kreun e SPAK Altin Domani. Kryeministri tha se në kohën kur qeverisë e Berisha shpatën e ndëshkimit e mbante ai, ndryshe nga sot kur pushtetet janë të ndara. Se Altin Domani, për cilin kam shumë respekt për hir të vërtetës, cilit ja kam shprehur publikisht solidaritetin kundër të gjithë qeverisë që i turret për ta vënë në presion, ka qenë aty prokuror i Republikës Shqipërisë, edhe ata të tjerët janë sot SPAK, aty kanë qenë. Por nuk kanë pasur fuqinë që kanë sot, sepse shpatën e ndëshkimit e mbante kush rrinte në këtë zyrë, më zotëri. Kryeministri u ndal dhe tek roli i Partisë Socialiste dhe kësaj shumice qeverisë në realizimin e reformës në drejtësi. Unë dhe skuadra ime vendosëm diçka që nuk ka bërë askush më parë. Vendosëm t'i dorëzojmë drejtësisë shpatën e ndëshkimit. Shpata e ndëshkimit ka qenë historikisht në duart e pushtetit politik, që e ka përdorur për të bërë edhe në thonjza drejtësi, duke goditur kë ka pasur oreks të godas dhe duke mbrojtur me shpatë kë ka dashur të mbrojë. Kryetari i Partisë Demokratike premton se nëse vjen në pushtet pas zgjedhjeve të 11 maj do të synojë zhvillimin e sektorit energjetik të Shqipërisë. Në një konferencë për shtyp, Sali Berisha shpalli vizionin e tij për sektorin energjetik. Sipas ish kryeministrit, energjia nga era, dielli dhe gazi do të dyfishojë prodhimin aktual brenda mandatit të ardhshëm, duke e kthyer Shqipërinë në një nyje kryesore energjetike në rajon. Shqipëria madhështore do të jetë Shqipëria e bumit të madh energjetik. Do të jetë Shqipëria e investimeve madhështore në energjetik. Unë jam këtu për të garantuar qytetarët shqiptar se prodhimi i energjisë nga era dielli dhe gazi, me përparësi absolute prodhimin e energjisë rinovueshme era ujë dhe dielli, do të dyfishojë prodhimin e sotëm, prodhimin total të sotëm gjatë mandatit që vjen. Berisha tha se vendi ka potencial të jashtëzakonshëm për prodhimin e energjisë eolike dhe solare, ndërsa hidrocentralet e vogla do të ndihmojnë në komunitetet lokale të prodhojnë energji falas. Parqet eolike, parqet solare do të marrin një përparësi absolute. Shqipëria ka ndër platformat e erës më të fuqishme në Europë. Këto platforma shtrihen nga thellësitë e Alpeve në jugun e vendit. Ish kryeministri përmendi planet për ndërtimin e termocentraleve të gazit në përputhje me standardet mjedisore, duke shfrytzuar kapacitetet e gasjellësit TAP. Italia miraton marrëveshjen për njojën e kontributeve shoqërore për efekt pensionit të gjithë qytetarëve shqiptar që jetojnë dhe punojnë në vendin fqinj.
Po ashtu dhe Shqipëria ka ratifikuar këtë marrëveshje do të nisë zbatimin. Me miratimin e saj pritet të përfitojnë rreth 500.000 shqiptarë që jetojnë dhe punojnë në Itali. Lajmin e konfirmoi ministri i Shtetit për marrëdhënie me Parlamentin Tauland Balla. Senati italian sapo miratoi me të gjitha votat pro të antarëve të dhomës së Senatit marrëveshjen për njohjen reciproke të pensioneve mes Republikës Shqipërisë dhe Republikës Italiane. Kjo është një ditë e rëndësishme, jo vetëm për 450.000-500.000 bashkëdhetarët përfitues të kësaj marrëveshje, por është një ditë e rëndësishme edhe për familjarët e tyre kudo që ndodhen. Ai bëri të ditur se marrëveshja do të nisë zbatimin menjëherë sapo ajo të firmoset nga presidenti i Italisë Sergio Mattarella. Prej këtij momenti, pas firmosjes nga presidenti Mattarella, marrëveshja tani më hyn në fuqi dhe do të fillojë me njëherë zbatimi i saj nga të dyja qeverit, qeveria e Republikës Italisë dhe qeveria e Republikës Shqipërisë. Kjo është një ditë e rëndësishme e finalizimit e një pune shumë vjeçare sa i përket materializimit të kësaj marrëveshje. Dhoma e Senatit miratoi me 129 vota pro dhe asnjë kundër ratifikimin dhe zbatimin e marrëveshjes mes Italisë dhe Republikës së Shqipërisë për sigurime shoqërore nënshkruar në Rom me 6 shkurt. Bota. Franca premton buroj bërthamore për aleatët. Presidenti Emmanuel Macron gjatë një adresimi publik kërkoi që Franca të njohë statusin e saj special, të ketë ushtrinë më efektive në Europë si dhe armë bërthamore, raporton The Guardian. Parandalimi ynë bërthamor na ndihmon, tha Macron. Ai shtoi se do të hap debat për shtrirjen e mburojës bërthamore franceze tek partnerët europian. In response to the historic appeal of the future German Chancellor, I have decided to open the strategic debate on the protection afforded by our deterrent to our allies on the European continent. Macron tha se kancelari i mundshëm i ardhshëm i Gjermanisë, Friedrich Merz, ka bërthirrje për një debat mbi sigurinë e mbrojtjes nga parandalimi bërthamor për aleatët europian. Macron deklaroi se do t'i kërkojë qeverisë franceze të punojë për një investim të ri për ta lejuar atë të mobilizojë financimin privat dhe publik pa rritje taksash. Ai konfirmoi se liderët e Bashkimit Evropian po takohen për një samit të jashtëzakonshëm në Bruksel për rritjen e shpenzimeve ushtarake dhe për të siguruar që armatimet mund të prodhohen në Europë. Gjatë fjalimit të tij, Macron paralajmëroi se Europa duhet të përgatitet për mundësinë që SBA të mos jetë gjithmonë partner i besueshëm i sigurisë. Rusia i kundërpërgjigjet Francës. Zëvendës kryetari aktual i Këshillit të Sigurisë së Rusisë, Dmitri Medvedev, deklaron se Macron do të zhduket përgjithmonë jo më vonë se 14 maj 2027 dhe askujt nuk do t'i mungojë. Për këtë ai referoi zgjedhjeve franceze që do të mbahen në vitin 2027. Macron po shërben në mandatin e dytë si president i Francës. Sipas kushtetutës, atij nuk lejohet më të kandidojë. CIA ndalon informacionet për ushtrinë ukrainase. Kreu i saj, John Ratcliffe, tha të mërkurën se SBA pezulloi mbështetjen me informacione dhe dërgesa të armëve për Ukrainën pas përplasjes të zyrën në Vale midis presidentit Volodymyr Zelensky dhe presidentit amerikan Donald Trump. Trump kishte të drejtë kur pyeti nëse presidenti Zelensky ishte i përkushtuar apo jo ndaj procesit të paqes, dhe ai tha le të bëjmë një pauzë, tha Ratcliffe në intervistë për Fox Business. Ratcliffe shpreh shpresën se pezullimi do të hiqet së shpejti dhe theksoi angazhimin e tij për të punuar me Ukrainën drejt arritjes së paqes. Presidenti i Shteteve të Bashkuara të Amerikës Donald Trump konfirmon se presidenti i Ukrainës Volodymyr Zelensky është gati për bisedime me Rusinë për t'i dhënë fund luftës në vendin e tij. Sipas Trump, Zelensky është ofruar për të nënshkruar marrëveshjen për mineralet të Ukrainës në çdo kohë. Gjatë fjalimit para Kongresit Amerikan më 4 mars, Trump tha se ka marrë një letër nga Zelensky, në të cilën udhëheqësi i Ukrainës ka shprehur gatishmërinë e tij për të ulur në tryezën e bisedimeve. Ndoqët edicionin informativ të lajmeve në Radio 7, zëri pozitiv i qytetit.